Unë thash që do të flasim për një prej roleve më të shejta të infermierisë. Dhe ju keni kontribuar shumë në këtë drejtim. Në të vërtetë, na sigurisht respektojmë atë që 12 maj është një datë shumë interesante dhe shumë vlefshme për opinionin, me pasë shumë kritika po mendoj po na bojnë se sistemi shëndetësor po vunë prej smundjeve të ndryshme, po megjithatë duhemi me qenë pak më real dhe me provu me ngritë cilësinë e punës që bajnë infermierët çdo ditë në punën e tyre, duke shpresu se opinioni do të reagon ashtu që kemi me pas tash një numër të madh të studentëve të cilët për herë të parë në të vërtetë kanë ardhur deri te një të themi shumë të rëndësishëm se për herë të parë në Kosovë, në Universitetin e Prishtinës, janë akreditu disa programe të sistemit 3 vjeçar bachelor në infermieri, dhe pastaj sigurisht me numrin e rritur të tyre janë identifiku edhe personat të cilët vërtet punojnë për infermieri dhe nuk kursejnë asgjë në saj të kësaj praktikisht tash veç mundemi edhe ofrojmë këto studime bazike, universitare, do me thonë të cilat kanë mungu, për arsye se pas luftës na kemi pas një numër jashtëzakonisht të madh të infermierëve, po të cilët kanë qenë rezultati i edukimit të tyre sekondar ose shkolla e mesme e mjekësisë, me domethënë drejtime të ndryshme, të cilat krejt së bashku kur i të bëni, e fitoni praktikisht atë që ka sot kemi në zhvillimin e infermierisë. Ishte kënaqësi, po ka qenë edhe sfidë shumë e rëndësishme, se është dashur mas pari me shpërthy barierën ose pengesën që stafi mjekësor tradicionalisht e ka pas shumë jo të mirë në të vërtetë, edhe me të drejtë janë ofendu, pa dashtas ndoshta, vetëm se unë kam pas rastin me u përgjigj në pyetjet e shumta të tyre, të cilët praktikisht nuk e kishin kuptu, theshin gjenerata e parë, ta çka bëhemi na kur diplomojmë. Ju thash bëheni infermier të diplomuar me diplomë universitare. Atë nuk e keni pas deri sot, edhe ajo është një arritje shumë e madhe, me të vërtetë, sepse në sistemin shëndetësor 80% të ofertave për shëndetin në çfarëdo institucioni i takon infermierëve. Ata punojnë 80%, ndërsa 20% kanë mbështetjen e stafit mjekësor. Dhe fakti se kemi mbri me ja akreditu programet me pas studime bachelor pra të infermierisë në Kolegjin Hajmerer gjithsesi, po kemi pas, ka pas edhe, domethënë, atë të interesuar për vazhdimin e edukimit që na ka mungu për arsye se dash me propozu, me përpunu një nështë plan, projekt? Jo, ndonjë plan të zhvillimit të sistemit
të akreditimit që e bën, domethënë, institucioni i akreditimit dhe me mundësu që studentët të cilët janë të interesuar regjistrojnë fakultetin infermierisë. Ma vonë edhe Universiteti i Prishtinës, domethënë, ka përkrah të akreditu programin e infermierisë prej UP-s. Nëse më pyetni cili është dallimi, dallimi është në shpërblimin për punën e rëndë që e marrin e që ju mundsojmë të kenë edhe diploma të universitetit. Po. Dhe ajo një ardhmë e sigurt